Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim, unë quhem Elsa dhe le të vazhdojmë një video të re. Dhe siç e shihni nga ambienti, unë nuk jam në shtëpinë time, sot kam ardhur që në mëngjes me takun këtu tek shtëpia e Sabit dhe jam gjithashtu edhe me Merin, jemi të treja, sepse e kemi lënë që sot të shkojmë të bëjmë një ecje, meqense edhe kohën e kemi shumë të mirë, është ngrohtë, është diell, se dje nuk e kemi pasur kohën të mirë fare, dje gjithë ditën ka qenë koha shi, dhe meqense sot u rregullua koha, është diell, menduam bashkë me gocat që të dilnim dhe të bënim një ecje. Po mendoj të bëhem edhe pak shpejt gati, do përdor nga make-upet e motrës tu, çfarë të ketë. Veç fotatinën mora unë nga shtëpia ime, se fotatina që ka Sabi duke qenë se është pak më e bardhë se mua, nuk përshtatet me ngjyrën e fytyrës time, kështu që veç atë mora dhe furçën, ndërsa të tjerat do përdor këtu çfarë Sabi ka. Dhe gjithashtu nesër, bashkë me takun, jemi të ftuar edhe tek kushrira e takut, sepse nesër ajo është shtatzane dhe ka atë festën e zbulimit të gjynis, së bebit. Na ftoi edhe neve dhe më shumë e lumtur për këtë gjë, sepse unë i adhuroj festat e tilla, më pëlqej shumë. Është më duket hera ime e dytë që vete në një festë të tillë. Kam vajtur dhe 2 herë këtu në ishull. Dhe kjo është hera e tretë më duket që vete në një festë të tillë. Më tha pak që do e bënte nga deti dhe për veshjen nuk na la një kod veshje, një ngjyrë apo si e bëjnë të tjerët, se në 2 festat që kam vajtur unë, kam pasur kod veshje, edhe duhet që ti të visheshe ose me ngjyrë të bardhë ose me ngjyrë nude. Këto 2 ngjyrat kemi pasur si kod veshje. Ndërsa nesër mund të veshjem çfarë neve duam dhe në çfarë ngjyre duam. Nuk kam asgjë se çfarë të vesh, duke qenë se është dimër, edhe për dimër është çik vështirë të përshtatesh, duke qenë se është edhe ftohtë. Se të ishte në verë është më ndryshe, në verë është edhe ngrohtë, dhe vesh një fustan, një diçka dhe je shumë okay, ndërsa për dimër është pak e vështirë. Dhe kështu që ndaj po bëhemi pak shpejt gati që të vemi dhe në për këto dyqane të gjejmë ndonjë gjë. Make-up i done, tani do shkoj direkt që të vishem dhe po mendoj të vesh diçka shumë të thjeshtë dhe të nisemi. Edhe veshja, asgjë nuk shtova, veç këtë xhupin, këto xhinset e zeza dhe këtë bluzën ngjyrë ulliri që e kisha, asgjë tjetër, kështu kaq thjesht, bukur dhe nisemi. Dolëm nga dyqani dhe jo një, por 3 çanta morëm dhe unë kam dhe një ide veshje. Sa erdha në shtëpi, jam futur direkt këtu tek pjesa e kuzhinës, sepse po mendoj të bëj pak edhe drekën. Dhe po mendoj që për sot, për drek, të bëjmë pul me keri dhe ta shoqërojmë me pak oriz. Ndërkohë këtu kam bërë gati edhe fileton e pulës, kështu që më mbetet vetëm të bëj salcën.
Është koha për thonjë të rinj. Ndërkohë këtu kam edhe kupën time me çaj jeshil dhe thonjt. Kësa radhe menduam që bashkë me Sabin t'i bënim në këtë lloj ngjyre. Dhe me qënë se jemi me thonjt të sapo bëra, ka ardhur momenti që ne të hapim këto 3 bukuroshet këtu. Atëherë Sabi bleu një palë pantallona të zeza, që janë paka shumë kështu, janë të thjeshta, kanë një çmim super të arsyeshëm, por edhe mënyra se si rrini në trup ja stërvlenin që t'i merje. Dhe t'ju tregoj pak se sa kanë kushtuar 10 euro. Dhe diçka tjetër që Sabi mori, të bluzën këtu të bardhën, në ngjyrë të bardhë. Dhe ka këtë detajin këtu kjo bluza, gjë që më pëlqen super, është kjo pjesa këtu, që i nxjerr supet jashtë dhe rriti si kështu e veshur në trup, dhe shoh që ka dalë shumë në mod këtë vit kjo dhe bluze, dhe kjo bluza ka kushtuar 13 euro, ndërsa në çmimin e saj normal ishte 25 euro. Dhe motra ka marrë në masën extra small. Duke qenë se Sabi për disa ditë ka ditëlindjen, Eri përfitoi që t'i blinte asaj një dhuratë, e kishte edhe atje, dhe kështu që e kishte më të lehtë që Sabi të zgjidhte diçka që do i pëlqente dhe do i përshtatej. Vendosa që për nesër të marr këto xhinset këtu, kanë të ngjyrën blu e errët që ka super dalë në mod këtë vit, dhe gjithashtu kanë këtë detajin këtu, nga para ka këto vijat, ndërsa nga mbrapa janë të thjeshta, nuk kanë vija. Detaj tjetër që më pëlqeu jashtë mase është që këtu në fund fare këto xhinset vinë kështu. Kanë këtë si të palosur, si të qendisur, paka shumë kështu, dhe duken super super wow. Dhe është pikërisht ky detaj këtu që këtyre xhinseve u jep diçka tjetër, sepse do ta shihni kur unë t'i kem veshur edhe nesër. Dhe kështu pra, këto ishin të gjitha blerjet që ne bëm. Të them dhe pak çmimin e xhinseve. Okej, këto kanë kushtuar 26 euro dhe kanë qenë 36 euro. Dhe unë i kam marrë në numrin 36. Dhe kështu pra, i provova, më pëlqyen dhe i mora, dhe vendosa që të marr këto sepse dhe do i vesh nesër atje ku të shkoj, mendova të shkoj me xhinse, por që këto xhinset nuk dalin asnjëherë nga moda dhe kombinohen me çdo gjë. Dhe unë kam menduar që bashkë me këto xhinset të vesh edhe këtë bluzën e bardhë nga sipër, këtë të Sabit. Edhe kështu mendova të vishem për nesër, me qënë se e mori Sabi këtë bluzën, vendosa që unë mos të ble diçka nga sipër, të blija veç këto xhinset. Unë nuk po e provoj veshin që ta shihni edhe juve sot, duke qenë se neve do shkojmë nesër tek festa, unë normale do u marr edhe juve, dhe kështu që do më shihni nesër se si do dukem me këtë veshje. Ju uroj një natë të mirë dhe shihemi nesër. Somebody told me not to hope to find the woman of my kind. I don't give a Hej, jemi pak me vonesë, unë nuk ju kam folur fare, por në fillim po ju bëj njëherë një outfit check se si dukem, sepse nuk do kem mundësi që t'ju bëj atje ku do vete, dhe kjo ishte e gjithë veshja që kam bërë për sot, flokët, dhe le të nisemi. Ne sapo jemi përgati, jam këtu bashk edhe me Takun dhe po nisemi direkt për në Vlihalla, por që jemi nisur super vonë, jemi të mërësisht shumë vonë, sepse edhe Taku ishte në punë dhe erdhi pak me vonesë në shtëpi, por edhe unë në mëngjes u nisa direkt pak tek dermatologu bashkë me Orgidon, sepse kishte randevun
e kontrollit të trupit sot. Dhe kështu që jo sa vajte në shtëpi, jo sa bëra një banjo, jo flokët. Ai jemi pak me vonesë. Shpresoj që të arrim sa më shpejt tek vendi, por për më tepër shpresoj që akoma të mos kenë vazhduar atje. Ja dhe mami bebit një yll. U kënaqëm shumë fare. Bebi ishte djalë. Tani bashkë me Takun kemi një plan tjetër. Mendojmë që meqense koha është super e mirë, është plot diell, dhe menduam që të marrim Brianin, sepse Brianin nuk e morëm me vete sot, e lam te Meri edhe tek Sabi. Të marrim gjithashtu edhe gocat, Orin, Rinin, dhe të shkojmë nga deti, të marrim ndonjë gjë dhe të ham andej sot drekën. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Sa po erdhëm, u mblodhëm të gjithë, po presim të vi edhe Rini, kemi marrë edhe picat gjithashtu, dhe mezi po pres që të ulemi të vi edhe Rini të ham, se na ka marrë shumë uria. We can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Hej, nga dita tjetër, dje ishte një ditë vërtet shumë e bukur, ishte e mbushur plot diell, ishte shumë ngrohtë dje. Në momentin kur kemi vajtur tek festa, se keni iden sa në siklet jam djerë unë bashkë me Takun, sepse ne, siç u thash edhe dje kur u nisëm, vajtëm pak me vonesë, edhe kishte kaluar diku tek 20 minuta që kishte filluar festa. Dhe kështu që u vënuam 20 minuta, ndjesha tepër në siklet, gjithashtu edhe Taku, sepse kur shkuam atje, ishim mbledhur pothuajse të gjithë njerëzit, veç ne mungonim. Kisha shumë dëshirë që t'i bëja bebit një dhuratë dje nga ana ime, dhe kisha menduar dhe vendosur me Takun që të shkonim në një dyqan, t'i blinim diçka të bukur. Kisha shumë dëshirë, por nuk pata mundësi që ta realizoja këtë dhuratën, dhe Taku madje u vënua shumë dje nga puna, sepse i thash që në orën 1 duhet jemi atje. Dhe kur erdhi në shtëpi, erdhi në ora 1:10 dhe kështu jo sa u vesh, jo sa u bë gati, jo unë me Orgiton që u thash që kisha mbyllur dhe randevu për Orgiton dje, për atë kontrollin e lëkurës që bën çdo muaj, dhe kështu me pak fjalë u vënuam dhe nuk pata mundësi që ta bëja këtë dhuratën të bukur që kisha menduar në mendjen time. Kur shkuam atje, gjëja e parë që bëm një foto me çiftin, sepse atë gjë po bënin të gjithë të ftuarit atje, dhe ne ishim të vetmit që nuk ishim bërë foto me çiftin, se për pak minuta do zbulonin edhe gjinin e bebit, por që ishte vërtet shumë bukur, dhe ideja që kishin menduar ta bënin nga deti, më pëlqeu jashtëmase, dhe sidomos në Vlihallas, sepse atje është vërtet shumë bukur, ka detin një ngjyrë shumë të bukur, nga ana tjetër është edhe shkëmbi që duket ajo ngjyra kafe tmerrsisht fantastike, dhe dekori më pëlqeu jashtëmase, me ato të llombacet, me ato kartonat e vogla që shkruhesh bebi nga poshtë, edhe tavolina që kishin bërë një mini tavolinë me ëmbëlsira të ndryshme, kishte
pije, kishte shumë llojshmëri ëmbëlsirash dhe me pak fjalë më pëlqeu shumë ideja, e kishin super organizuar festën dje. Çifti kishte vendosur që t'ju jepte diçka simbolike të gjithë të ftuarve që ishin atje pjesëmarrëve dhe t'u jepnin diçka simbolike që ta kishin kujtim nga festa dhe sepse i kam akoma këtu tek çanta ime, nuk i kam hequr nga çanta. Janë hapse birash dhe janë disi kështu. Por shikoni se sa bukur e kanë bërë paketimin. Kanë bërë super bukur, në një anë është ngjyra e roz, në një anë është ngjyra blu. I gjithë kartoni është i mbushur me këto zemrat e bukura, kanë vendosur edhe, sepse po e mbaj edhe sprapti, kanë vendosur edhe këtë fjangon këtu, dhe këtu shkruan vajzë ose djalë, dhe kjo ishte dhurata që çifti kishte menduar të na bënte ne si të ftuar që ta kishim kujtim nga festa dje. Dhe këto ishin të gjitha, po mendoj që diku këtu ta mbyllim edhe këtë video, gjë që shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer edhe juve. Mos harroni të më bëni një subscribe, një like dhe gjithashtu një koment, gjë që për ju të gjitha janë falas, ndërsa mua më ndihmoni dhe më motivoni që të bëj dhe t'ju përcjell akoma dhe më shumë video të bukura këtu në kanalin tim. Kështu që po e mbyllim edhe për sot njerëz, ne si gjithnjë do shihemi në videon e radhës. Unë ju përqafoj dhe ju pudh fort. Mirupafshim dhe shihemi në videon e radhës.